është aprovu në vitin 2015, teksa tek në dhjetor të vitit kalum ka fillu në zbatim. Realisht po, janë 10 vite edhe jo rasisht e ktheva diskutimin që në kohën e aprovimit të bazës ligjore, por realisht kjo është një prej premtimeve cilat Ministria e Drejtësisë vazhdimisht i ka potencu edhe konsideroj që në mandatin e fundit ka pas hapa konkret këtë drejtim. Ta sa janë të vëndshëm, mjafton fakti që ligji i cili e mundson, baza ligjore që e mundson përcjelljen elektronike përmes bizylikëve elektronik të personave të dyshuar apo të kryerësve për dhunë familje është aprovu në vitin 2015, teksa tek në dhjetor të vitit kalum ka fillu në zbatim, kisha me qujt një lloj pilot projekti, një lloj testimi i këtij sistemi, mirë po çka është më rëndësi sipas një njoftimit policisë Kosovës, siç më lart. Me çka dole, 10 vjet ju kanë dashur Kosovës me implementu që gjatë thjesht bizylyk. Realisht po, janë 10 vite edhe jo rasisht e ktheva diskutimin që në kohën e aprovimit të bazës ligjore deri në fillimin e zbatimit. Në muajin e kaluar, diku ka mesi muajit kaluar, Policia e Kosovës ka njoftuar që tashmë përmes një njoftimi publik dhe publikimit të një videomateriali ka njoftuar që ka filluar zbatimi i këtij sistemi dhe ka njoftuar që dikon rreth 30 persona janë vunë në këtë sistem dhe pra e din Policia e Kosovës lëvizjet e tyre dhe e din në rast se ata po i shkelin zotimet apo urdhëresa gjyqësore të cilat ju e imponua atyne për mos më ofru personave të caktuar apo vendeve të caktuara. Mirë, Labinati di që është shumë afër për që ka ndodhur rasti, dje personi që e ka rreh gruan ka përfundu të ja vra 2 anëtar të familjes, po kallëzëm mos e dim a ka qenë njëri prej njerëzve që e ka pasur bizylyk ajo? Jo, nuk kemi indikacione të tilla dhe siç u përmend edhe nga parafolësit, ai vetë se ka shlyt dënimin, realisht e ka mbajt dënimin e tij me burg, dënimin që ai dim se sa ka dalë pe burg? Nuk kemi nuk e kam këtë informat, por po ashtu nuk kemi asnjë indikacion që ndaj tij është aplikuar kjo masa e përcjelljes elektronike. Çka është shumë e rëndësishme me evidentu, kjo fakti i përcjelljes apo fillimi i zbatimit të mbikëqyrjes elektronike përmes bizylikëve evidentohet edhe si një hap shumë i rëndësishëm në raportin e progresit që tashmë kemi të freskët i Komisionit Evropian për vitin 2025 për Kosovën. Mirë po gjithsesi prapo e përsëris jemi në një fazë tejet fillestare, embrionale kisha me qujt. Mirë po është një hap shumë i rëndësishëm, por kisha dashur me rikthy diskutimin përveç çështjes së bizylikëve elektronik te ajo baza që e përmendëm dhe nga këndim si një jurist, gjithsesi dënimet, por ajo çka i paraprin dënimeve, faza hetimore e rasteve të tilla të dhunës në familje, është faza që e determinon pastaj edhe suksesin e krejt zinxhirit apo rrugtimit të kryerësve dhunën në familje, po realisht edhe gjitha veprat e tjera penale. Pse e them këtë? Në rast se do të kishim një hetim cilësor, edhe në rastin që u apostrofu, në rastin tragjik që ndodhej dje, kur ai po hetohej dhe pastaj u akuzua për dhunë familje, dhe nëse do të shqyrtoheshin kërcënimet e tij me seriozitetin e duhur, do të vlerësohej ajo që e përmendim me shumë të drejtë Kreshniku, potenciali i tij se a mund me realizu kërcënimin e tij. Kujt o dasht m'ju dhez alarmi që kjo ka me ndodhë, se po thu hetimet me ndodhë, ku kam pas, a gardiani me i ngrit? Jo, jam duke folë për një fazë shumë atëhershme. Në rast se kemi një kërcënim, policia dhe prokuroria janë këtu organi që duhet me shqyrtu. Ata e ka vonë dënimin, nëse kemi në tavolin, nëse kemi konstatu në një dokument që subjekti A pe kërcënon subjektin B që ka me të vrarë ty, apo familjen, dhe ne nuk kemi të dhënat, paktën deri në këtë moment që po flasim, që është realizuar një bastisje, është shqyrtu, a ka mundësi me siguru armë, a ka armë, që ka me realizu atë kërcënim, atëherë këtu po flasim për një hetim tejet sipërfaqësor të rastit, gjithmonë po e potencoj pa e ditur specifikat mirë, po që e kemi të konstatuar është që është thonë një kërcënim dhe ai gjendet në dosjen e landës kërcënim për vrasje.